slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Stacey, bashkë jemi Stacey Studio, po atëherë si mund shikoni nuk jemi tek shtëpia, por jemi ku Bea, ku jemi Bea? Tek avioni. Ku po hikim? Ne Shqipëri. Pse ke frikë? Ka frikë. Pse ke frikë Bea? Avioni? E ke frikë? Tregoj çfarë po han ti? Tregoje pak çfarë po han? Na e trego. Tadan! Pringles! Sa është ora? Ora 23 minuta. Edhe është dita e hënë edhe neve nuk do jemi në shkollë për 4 ditë. 4 ditë. Si ndihesh? Shumë mirë. Është shumë kohë që nuk po hikim në Shqipëri, edhe na mungonte. Arritem! Arritem, jemi tani në Tiranë edhe si gjithmonë si e kemi si tradicion do shkojmë tek Lebon të bëjmë të hajmë mëngjes. Edhe pastaj do shkojmë tek Grand Dental Hospital, tek dentisti jon. Që juve menoni, neve nga Italia vim në Shqipëri vetëm për dentistin. Që vetëm për këtë job, më bërë, edhe sigurisht për nonën. Pastaj para që të vishim këtu në Tiranë tek Ringu, kemi marrë makinën, sepse neve kemi ardhur këtu me avion, si që keni shikuar në tek fillimi videos. Edhe kemi marrë me shëra një makinë, që pastaj do ju tregojmë. Po fillon edhe shi, edhe ka shikuar mami tek telefoni që do bëj shi. Krejt këto di që neve do rrim këtu. Jo, shumë nuk e di, pra është e keqe që atje në Itali kemi diellin, vim këtu, shi. Gentle flow, dancing in the stardust. We're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find a way. Through the celestial symphony, we'll sway. E kemi shkuar tek dentisti edhe kemi lënë takim në orën 10 që do bëjmë pastrimin. Edhe pastaj do flasim me Dorin për do të shikojnë çfarë do bëjmë. Për maskerinë kemi shef me mbaruar trajtimin sepse si që dini e kemi pas filluar, por pastaj s'kemi pas mundësi me mu rikthy këtu në Shqipëni sepse kemi pas punime tek shtëpia dhe nuk mund t'i leshim kështu. Edhe tani do të shikojmë. Edhe për momentin kemi një orë të lirë edhe do shkojmë tek Ringu, që kështu Beatrice të lozi pak, sepse Bea ka ardhur në Shqipëni, si ne kemi ardhur këtu vetëm për dentistin, Beatrice ka ardhur këtu vetëm për lodrat e Ringut. Bea, je e lumtur? Je e lumtur? Si, Bea, fan këtu sa lezet ka familjan komplet me videot. Na mundoshin edhe neve, sinqerisht, të videot, Stacey. Edhe mua. Po pse më marrë men? Bea! Hajde Bea, Surprise! Po tu të tua, Io ho visto di già. tani të dhe pastrimin e dhëmbët. Si ndihesh? Kam pak frikë. Pak frikë, Eleni, madonna. Cosmic night, the fences bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way. Mirë mëngjesit të gjithëve, atëherë kjo është dita mbrapa, domethënë është dita e martë dhe është dita 1 prill.
Edhe atëherë nuk dim, po ky do jetë një vlog tjetër ose do të vazhdojmë vlogun i djeshme, tani do të shikojmë pak pastaj si do editoj videot. Por sot është dita e martë, domethënë është 3 e marta, do shkojmë te kisha Laçit së bashku, edhe pastaj do të rikthehemi tek Grand Dental Hospital për dhomtë, sepse pastaj do t'ju shpjegojmë pak, por besoj që e mbani mend sepse ju kemi marrë me vete kur kemi bërë trajtimin e maskerinave. Edhe do t'i vazhdojmë sepse do të kishim ardhur këtu me vitin që kaloi në verë, po s'kemi pas mundësi sepse kishim punime të shtëpia. Edhe po i vazhdojmë tani maskerinat, atëherë on kam edhe pak sepse nuk i kam shumë shtrem të pak e Leni. Kam më shumë sepse kam më hapësira, edhe kam duhet më shumë maskerina, por pastaj do ju shpjegojmë më mirë ku do jemi tek dentisti. Atëherë outfitin, si mund shikoni, unë jam akoma me pijame për nese. Eleni, atëherë do ta heq këtë trikën sepse duket krejt. Però pastaj tek dentisti do e heqim. Që të bëjmë TikTok tanto s'ka gjë. Pastaj nuk duket shumë. Atëherë kam vesh disa xhinsa që kemi ndërmin kont edhe nuk e vërtet ka shku me hec me mamin në mal, edhe me vërtet kishin shumë për shumë si rrugat të vështira comunque. Edhe kemi veshur atë disa xhinsa që kemi bler tek Zara sepse kemi gjetur xhinsat që na rrin mirë edhe na pëlqejnë. Kushtojnë 40 euro, pero janë fantastike. Edhe modeli është wide leg. Edhe pastaj jashtë do ju tregoj më mirë. Por nëse atë ti vazhdo me vete lentit edhe shkon ju. Po atëherë unë kemi bletur edhe këtë trikën tek Zara. Kemi paguajt 7 euro, edhe kemi marrë masën S. Është kjo, po i doni kodin është ky këtu më duket, besoj po është ky. Edhe është një trike shumë basic, por e bukur, edhe të e vendosë. Këto xhinsa që janë wide leg modeli, edhe janë njëjtën si Eleni, por ato të Elenit janë një ngjyrë, po, më i hapur, kjo është më i fortë. Edhe kemi marrë masën 36, por e me vërtet shumë të bukura. Që pastaj do ju tregoj më mirë si na rrinë. Edhe unë, si Eleni, do veshëm këtë, që edhe këtë kemi bletur tek Zara në këto ditë. E kam veshur vetëm një herë për një foto, por nuk e kam shfryzuar shumë. Edhe është ky. Zara kemi marrë masën S sepse vesh me vërtet shumë largë, por është me vërtet bukur, ka një ngjyrë super e bukur. Pastaj e kam veshur vetëm një herë, edhe kam bërë pak pis këtu, nuk di po shikohet. Por është me vërtet aq i vogël kjo. Por nuk duket. kam frikë do më pak e vogël. Ndoshta pak. Vabbè, s'ka gjë. Por shumë e bukur, shumë shtrengosht e bukur, edhe tani do i vendos xhinset. Ok, daj. Nuk janë të këshia, jam t'ju tregu pak. Daj, është mirë top. Ora është 7:38 minuta. Edhe nuk mund të bëjmë vonë, sepse pastaj bëhet trafike. Do qikojmë. Mirëmëngjesi. Beatrica po han gura vini. Unë ricat i mbarova që do të thënë ricat më shumë onde, sepse nuk i kam bërë shumë mirë, edhe s'kemi as lak me vete. Tani do vendos këtë krem që ka edhe tipo sun protection, do me thonë. Tani do e vendosë, edhe pse jam plot me puqra këtu tek balli, që puqra tipo shenja të kushje. Tani një minutë sa të mbyll. Drita këtu është pak sa e keqe. Atëra mundova t'i bësha, por t'i bëja, por nuk më ka ndalë mirë. Quindi nuk i di, por ju Mama, në Shqipëri. Ma infatti nuk... A janë flokët palasi, unë i kam la dje kur jam njësë, edhe disi i kam sa. Edhe unë dje i kam la, shikoni si janë të këshia, come non so cosa. Ka që kemi shenë gjithë ditën dje. Bu, shikoni Eleni si i kanë ardhë. Eleni s'kanë ardhë më. E mu farë s'kanë ardhë, Kemë pak më së drejta. Bu, vabbè, tani do dalim jashtë të kovorit, do bëjmë disa TikToka. Outfit... Kanë dalë mirë. Infatti. Outfit of the day.
Edhe do shkojmë tek Kishallaqit si first treat. Dhe pastaj do të shkojmë, do bëjmë disa gjëra dhe do vinim me ne. O gur, Madonna. Shikoni me gurin aty. Se kam zemë? Madonna, edhe unë jam tu 3 mishi makinë, prapë të mes rrugës erdhi një, unë them okej, ata që kërkojnë lekë se ka nevojë, okej, però erdhi aty me gur zgjasme, po ti nuk më jep lekë te guri. Ishte ti i dhon lekë, pse pa edhe gurin. Ma poi sa e uli babi ata xhamin 50.000 lekë. Cioè ora va bene 5.000 lekë. Se dà 6.000 lekë mbrapa. Madonna. Bea, ktheu pak, Bea. Bea, ktheu pak. Ke stop shpirt. Mami pa gjupja ka dhënë Elenit. Sepse Elen, jo, malo non frego. Eleni vish gjup. Ma çe, do vështirë? Ti, Të dyja. Atëherë erdhëm në Tiranë dhe tani do shkojmë të hajmë dreke. Edhe pastaj do shkojmë tek dentisti. Mora përfumin me vete sepse kishte shumë po shumë erë te Kishallaqit edhe kanë marrë tipo flok të erë ajër, nuk di si thuhet në shqiptar. Mbaruam drekën tanë, unë kam marrë salmon me perime. Ti çfarë ke marrë? Unë kam hongër Si gjithmonë. pilafë me koshpule. Edhe tani po shkojmë ke Grand Dental Hospital. Edhe me duke që sot do të na vendosin maskerinat. Do me thonë që do rrim aty pak si shumë, që nuk do jetë një pastrim si dje. Eleni do i pastroj sot, sepse dje alla fine nuk e ka bërë. Do bëj shumë gjëra. Shumë gjëra. Atëherë mbaruam tek dentisti edhe neve tek maskerina do i vendosim nesër në orën 2. Menduam që do t'i vendosim sot, por më në fund do i vendosim nesër në orën 2. Edhe mami ti sot çfarë ke bërë tek dentisti se Kam bërë maksin e urës, që e të dhëmbët. Si kam vendos pak vazelin, nuk e dia duket apo jo se mos bëj fibra. po sepse Tek guza, se nga që dje kanë punuar edhe më shqar pak guza këtu, se kam një shumë e gojen hapur. Është normale, edhe pak vendosa. Edhe kam bërë matsin, edhe nesër bërë. Kështu që edhe tani do shkojmë tek lodrat te Beatrices. Daj, clozi pak s'original. nuk e di. E meriton apo nuk e meriton? Jo, si meriton se më çmeni, ma hiqi trunin. Kështu që se ti desha me dalë ani, më boj gjiro. Ma qa do me bo? Me boj aperitiva ti te ai bar aty. Më desh me hik ti. Unë? Me Elenin. A, son të thu. A, bro, se bja ju e këtu. Ma po ish? S'kemi koma. Edhe, kësh. Çfarë po marri mami? Dubai chocolate. Jo, faleminderit, nuk na duhet. Atëherë kemi marrë Dubai chocolate. Çe, kemi parë edhe dje, por kushtonte 6.000 lekë dhe ishin pak si shumë për një çokoladë Aisha. Po pra si prapja herëtën. Po, sepse e kemi parë shumë herë në TikTok, shumë herë. Pini do bëjmë, pastaj do e provojmë së bashku, do ulem me një bar
edhe do e provojmë së bashku, edhe pastaj do ju japim një feedback. Mami e provoj para nesh, por si është? Shumë e mirë. Ele? Filma mu tani, dua të provoj edhe unë. Ja kam pas kërku, shokës tim që ka pas shku në Dubai, ja kam pas kërku, për nuk e kam pas gjetë. Është e mirë. Kelemi të babit. Nalla për të bërë një foto shëndet, edhe mami me Lenin nuk di po më kam parë që ok, tani me kam parë që unë nuk isha ndalu, që e shikoni sa të këshia që janë bed. Stavo dicendo che isha të thonë që nuk ju intereso fare për muna sepse unë isha ndalu atje dhe ju nuk më keni shikuar. Keni hecni tani? Infatti, appunto, akoma ma kesh hecni. Në armë të ronë duke. Me shëtik, në armë të rritu. Desha me thonë, si ju duket të këto ko që ju ka mëngusti si Leni, sekret youtuber shqiptare kanë rënë qëtësi, shqyr zotit. Shqyr zotit si kanë rënë qëtësi, me dilema. Shqyr? Njerës, neve nuk në intereso se qa boni. Neve këtë ishim të prishë krejtë, se kina lonë, ne kam lonë krejtë, tani që jemi tu rikëthy, kam për tu rikëthy krejtë. Këta ishim të pritë neve, shqetësin. Që keni, neve nuk në intereso as një gjo. Unë vrej vetë të punë të mija, punën time. Punën tëmë. Edhe kam e gjithë zemër, që as më kanë interesu njëherë, as nuk do të me interesoj njëherë. Me përket troq mua beti. A e keni këptu? Se unë me fol për njerëzit e tjerë, as nuk me intereso. Se kam shumë gjëra të bukrat tjetës time që do merrem me gjërat e mia të bukura me gjërat. Edhe për disa vizual nuk do të flasim për njerëz të tjera. Tamam. Atëre, është ora 7:30 edhe neve tani po shkojmë tek halla. Atëre, babi ka një tek ringu, tek lodrat me Beatricën. Bea, u kargë tu? Po? Shumë apo pak? Tanto? Qikoni këtu, Arushin? Derisa unë, mami edhe Leni kemi shkuar në qendër, kemi pi një kafe, si që keni shikuar kemi edhe provuar Dubai Chocolate, pastaj kemi bërë edhe pak shopping, kemi bli disa gjëra. Asgjë, tani do shkojmë te halla edhe nuk di po do filmojmë. Non film. Non ho capito. Po mble halla, è vero, do të pyesim. Mirë mëngjesi. Atëherë, siç ju tham dje, nuk kemi filmuar dje tek halla, por u kemi argëtuar shumë, na mungon të vërtet shumë, edhe halla po shikon këtë video, faleminderit për darkën që na ke bërë sepse ishte top. Një puthje. Edhe tani do mbyllim këtë vlog edhe do hapim një vlog tjetër sepse sot do shkojmë të vendosim maskerinat. Edhe sigurisht do ju marrim me vete. Përveç maskerinat të video që do ndalim pas këtij, do të shkojmë edhe me një vend të hajmë dark super i bukur. Mami e mban emrin? Arkarod. Pastaj tek video tjetër do ju marrim me vete. Edhe do ju tregojmë outfitet, se outfiti do jetë pak i veçantë sepse nuk e keni shikuar asnjëherë. Jo. Më shumë basic. Por asgjë, atëherë tani po mbyllim këtë vlog, neve ju puthim, bëni një subscribe, një like, një follow në Instagram, edhe në TikTok, keni linkun poshtë tek infoboxi. Faleminderit që keni arritur deri në këtë pikë tek videos, edhe po keni arritur deri në këtë pikë, komentoni me një emoji blu. Okej, një emoji të blu. Neve ju puthim edhe tu shifemi tek vlogu i radhës. Bye. Edhe jeni ti. Bye.